Se vuani nga këto 3 probleme, shmangni një banjo të nxehtë. Një dush i ngrohtë në fund të një dite të vështirë pune është kënaqësi e vërtet. Megjithatë, njerëzit me probleme të caktuara shëndetësore duhet të shmangin larje në vask, thonë ekspertët. Në këto 3 raste nuk duhet të ndërmerrni rreziqe të panevojshme, citon eksperti. Nëse vuani nga çrregullimet kardiovaskulare, një banjo e mbinxehur nuk është e mirë për njerëzit që vuajnë nga presioni i lartë i gjakut, sëmundjet e zemrës dhe çrregullimet e koagulimit, pasi mund të shkaktojë edhe humbje të jetës. Nëse keni sëmundje të lëkurës ose lëkura juaj është jashtëzakonisht e thatë, mos u lani në temperaturë të nxehtë të ujit, pasi mund të shkaktojë acarime dhe të krijojë edhe skuqje dhe irritime të saj. Nëse jeni me menstruacione, mos u lani me ujë të nxehtë. Koha e menstruacioneve nuk është gjithashtu e përshtatshme për banjo të nxehta. Temperaturat e larta mund të krijojnë zjarime të enëve dhe të shkaktojnë edhe rrjedhje dhe gjithashtu ndjenje dobësie për ju.